Në bazë të paketës që do të zgjidhni, do të shfaqen dhe raportet. Për shembull, raporti i shpenzimeve, ku do të pasqyrohet raporti sipas datave, kategorive apo përdoruesve përkatës. Gjithashtu, raporti vlera e magazinës, ku do të pasqyrojë një raport mbi vlerën në shitje, koston e inventarit aktual, fitimit neto, margjit të fitimit e të tjerë. Ndërsa raporti i skadencave do t'ju pasqyrojë të gjitha të dhënat mbi produktet me skadenca, shitjet që janë bërë, gjendja që ka ngelur momentalisht e të tjera. Raporti i inventarit sipas datës do të pasqyrojë gjendjen e inventarit në datën që jeni duke filtruar. Raporti i shitjeve do të pasqyrojë raporte të ndryshme rreth shitjeve në bazë të filtrimeve përkatëse. Ndërsa raporti tek lëvizja e magazinave do të pasqyrojë raporte rreth produkteve dhe lëvizjeve nëpër magazinat tuaja. Raporti përmbledhës është një raport me shumë detaje dhe do ju nxjerrë një raport të detajuar të veprimeve sipas përdoruesit, kategorisë, produktit e të tjerë. Raporti i porosive do të pasqyrojë raporte sipas statusit të porosive, ekzekutuesit, klientit e të tjerë.